që t'ju sqarojmë, nuk ka pas ftesa për Papa Leonin e 14 është dërguar nga Konferenca e Perëndimore e Shqipërisë, nga gjithë i përgjithëve dhe kanë konferenca që ka pas dëshirë të shpreh afërsinë Papës në një farë mënyrë duke e ftuar që të vizitojë vendin tonë, duke përfituar nga 130 vjetorit si një rast shumë i mirë. Nuk do të harrojmë që Papa vetë është një agustinian ku në Shërbejnë, në Xhenacanu dhe është menduar që ti jepet kjo ftesë dhe ti dorëzohet kjo ftesë, e cila duhet thënë akoma nuk kemi një përgjigje as pozitive as negative. Nga ana tjetër, sigurisht kardinali Makrikas është niveli më i lartë pas Papës, i cili do të vizitojë vendin tonë. Bëhet fjalë për kardinalin e një prej 4 bazilikave kryesore të Kishës Katolike, që është në Rom dhe një prej bashkëpunëtorëve kryesor të atit shahid në zhvillimin e misterit të tij Petrim. Nuk do të harrojmë se ai është rektor në bazilikën ku Papa Francesku vazhdimisht vizitonte para dhe pas çdo udhëtimi apostolik. Prandaj prania e një personaliteti të tillë mund të themi me plot gojë që është prania e një prej hierarkëve më të lartë që ekziston në Kishën Katolike. Sigurisht kjo gjë do të shoqërohet pastaj gjatë vitit edhe me praninë e shumë personave të tjerë që dal nga dal sigurisht edhe për ju do t'i bëjmë vizitë.